Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Uroj që ky mëngjes të jetë shumë i bukur për të gjithë, entuziast për të vazhduar me shumë mbarësi ditën në orët që vijojnë. Sot në studio kam kënaqësinë të jem me mjeshtren e madhe Drane Xhaj. Aktiviteti së cilës Rock Shubskena, një veprimtari që e pozicionon gjithmonë në autoritetin e një figure artistike në shfaqje të ndryshme, në juri, në pjesëmarrje me të rinj të artistë, por edhe me aktivitete të ndryshme në skenë. Së fundmi, ajo është pjesëmarrëse aktore, por është regjizore e teatrit të kukullave, një premier që tashmë vijon të shfaqet, një shfaqje që po ndiqet nga shumë shkolla dhe fëmijë që vinë në teatrin Migjeni. Pufi dhe Bufi. Kjo është shfaqja që teatri i kukullave po shfaq tashmë për spektatorin. E pranishme sot Drane Xhaj, shumë e nderuar që ka ardhur në këtë mikrofon. Mirë se erdhët. Mirëmëngjesi ju Merita dhe mirëmëngjesi për të gjithë dëgjuesit e stacionit tuaj. Faleminderit shumë. Vi me shumë kënaqësi dhe faleminderit për ftesat që na ban për çdo premier ose për çdo aktivitet që ka teatri. Ju e pasqyroni më së miri në valët e Radio Shkodrës. Faleminderit shumë. Ju faleminderit ju, sepse një artist është një figurë madhore e artit, por jo vetëm, e qytetit. Ju e dini ende më shumë, ende më mirë se si reagojnë spektatorët, njerëzit e thjeshtë në Shkodër kur ju i takoni, sepse nëpërmjet artit tuaj ju transmetoni shumë çka nga jeta. Prandaj një artist është gjithmonë një figurë e madhe. Është e vërtetë Merita kjo që thoni ju, sepse ne këtë ndjejmë çdo ditë. Edhe është kjo dashamirësi, edhe ky vlerësim që na japin artdashësit, që ne na man gjallë, edhe na motivon për të bërë gjithmonë gjana edhe më të mira dhe me dhënë shpirtin në skenë. Prandaj unë ju drejtohem me ju me konsideratat më të mira edhe më të larta, por edhe me atë që ju jeni e palodhur, vërtet e palodhur. Kjo më bën ta shumë fishoj respektin. Të kalosh nga aktiviteti në aktivitet, besoj se nuk është e lehtë, sepse çdo shfaqje ka specifiken e vet. Nëse i drejtohemi fëmijëve, ajo ka një specifik tepër të veçantë, një gjuhë skenike dhe një komunikim që i drejtohet një moshe të caktuar, e cila e ruan në kujtesë gjithmonë këtë komunikim, apo jo? Ashtu siç thatë edhe ju, fatmirësisht për fatin e mirë që jam mirë me shëndet dhe për këtë falenderoj Zotin, edhe këto kohë jam shumë aktive. Mashallah. Faleminderit, megjithse kam 3 vjet që kam dalë në pension edhe për çudi jam shumë aktive dhe më duket vetë jam aktive, jam këto vite që kam dalë në pension sepse kur kam kenë punë. Kjo fal aktiviteteve të shumta që organizon Teatri Migjeni, sidomos këto vitet e fundit, të them të drejtën, në drejtimin e Rita Gjekës, Teatri Migjeni ka pas një mori aktivitetet shumë të rëndësishme dhe ka pas një interesim të jashtëzakonshëm edhe nga spektatorët shkodran dhe jo vetëm. Sepse ne kaluam, po themi që kemi kaluar pandemin, edhe të tentosh madje të realizosh shfaqje në një kohë të vështirë nuk ishte lehtë. Është e vërtetë, sepse na kena menduar që pandemia do të nikoj shumë edhe në jetën e përditshme, por fatmirësisht mas kalimit të kësaj pandemie, fal Zotit që jemi në jetë, e vërtet. Sepse ka pas shumë humje dhe kjo është një dhimbje shumë e madhe, është globale, nuk është vetëm e jona. Por ato që kanë humbë të afërmit, njerëzit e njohun, ka qenë një humje shumë e madhe. Edhe fatmirësisht kaloi kjo pandemi, fill mas pandemis ka pas një dynjë aktivitetesh, por edhe pjesëmarrje të jashtëzakonshme të spektatorit shkodran. Në çdo aktivitet ka pas spektator që të befasojnë, sepse spektatori shkodranu, ne kam thënë, është spektatori më artdashës edhe më i miri në botë. E vërtet. Kjo është një marrëdhënie që të nxit
se nëse që komunikon në të dy anët e vjetë të skenës. Thash, artdarësit janë motivi jonë për të bërë gjëra edhe më të bukura dhe për të punu, për të sjellë tek këta, sepse ato e meritojnë më të mirën e mundshme. Në fakt, kur i drejtohesh një spektatori të vogël në moshë, siç janë fëmijët, siç duket, unë kam provu vetë të punoj me fëmijët, çfarë do të thotë të shkruash në atë ëndrrën e bardhë të tyre. Tashti këtu më preke pak, sepse unë kam debulesë të punoj me fëmijët. Për mu, është satisfaksioni më i madh, domethënë këto vite, ka 3 vjet që është rikthy teatri i kukullave në Shkodër, edhe që vitin e parë unë jam pjesëmarrëse si aktore, edhe për mu është kënaqësi shumë e madhe të punoj me fëmijët, të punoj për fëmijët, sepse ato janë spektatori më i sinqert. Ai spektator që nuk të gjykon, ai reagon me sinqeritetin e tij aty ku ai mendon se duhet të reagojnë. E ka të sinqert, e ka të çiltër, është një energji e jashtëzakonshme, cicërimat e tyre që vinë grumull në teatr, është edhe kur duart trokasit të duket si një shi i butë pranë edhe kur duart si melodi, edhe kur duart trokasin, edhe kur reagojnë, edhe kur qeshin, edhe janë spektatorë shumë i zgjuar. Fëmijët sot janë shumë të zgjuar. Është inspektori më i mirë. Është më i miri. Edhe është shumë e rëndësishme që të edukohen fëmijët që në këtë moshë, të edukohen me dashnin për teatrin. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ky spektator nesër do të jetë kontingjenti për shfaqje të tjera, për shfaqje mallore. Kjo do thotë punosh me një strategji të veçantë dhe për perspektivën. Patjetër. Një shfaqje lën një mbres, por si thua krijon edhe një hallk në zinxhirin e ndjekjes së veprimtarive. Edhe këtu gjej rastin të falënderoj të gjithë gjyshërit e herë, që janë shumë të interesuar, prind gjithashtu, mësuesit, shkollat, sepse të them të drejtën, interesimi për shfaqjet e teatrit kukullave ka ardhur në rritje. Edhe tek shfaqja fundit ka kenë një befasi për ne, ka pas një interesim të jashtëzakonshëm. Mu më vjen keq që shfaqjet e para që kemi organizu ditë shtunë të dielave, që kanë qenë pushim me shkolla dhe këto i kanë sjell prind ose gjyshrit, edhe më ka ardhur jashtëzakonisht keq që kanë met fëmijë me prind me gjysha jashtë derës së teatrit, sepse ishte një pjesëmarrje jashtëzakonshme dhe kapaciteti i sallës son është aq sa është. Edhe nuk kishim mundësi. Jo, do të mendojmë për këtë, sepse deri tash nuk na ka favorizuar shumë edhe koha, ka qenë jo fresk, jo ka pas disa ditë me shi, por do ta mendojmë edhe këtë sepse në kohën e pandemisë ne nuk është të kemi nej. I kemi ofru voglushave shfaqje në oborrin e teatrit, edhe ka kenë kënaqësi e madhe. Kjo krijoi një përvojë shumë të mirë, edhe ne do ta mendojmë edhe për këtë shfaqje këtë, sepse ka pas një interesim shumë të madh, edhe të vjen keq kur nuk mundesh me i siguru akomodimin mbrana sallë edhe me met jashtë, sepse fëmijët reagojnë në mënyrën e tyre, edhe na vite shumë keq. Por ato kanë menduar se duhet me ardhë atëherë për me prej bileten, po nga interesimi i madh që ka pas, biletat janë shit disa ditë përpara për këtë premierë. Unë gjej rastin të ja vetëm një shembull, në Facebookun tuaj kam parë një prind. A mund vim nesër? Ju i thatë me gjithë qef, po nesër është planifikuar kjo shkollë, me emër shkolla. Kjo do të thotë që interesi është shumë i madh. Edhe vërtet, ne kemi dhënë shfaqjen e 13, pardje, edhe salla ka kenë mushun, e te i mushun, edhe prap kemi kërkesa për me vazhdu. Por, ne do të menojmë atë që thash, që mase kërkesat mund të jenë të shumta dhe çdo shkollë ka 4-5 klasë fillore. Klasë parë, 2, 3, edhe janë një mori nxënësish, edhe do të menojmë që shfaqjen mund ta japim edhe jashtë në borë. Në fakt, Pufi dhe Bufi. Pufi dhe Gufi. Është titulli i pjesës që ju kësaj here ju keni një rol të shtuar, do thosha, me më shumë përgjegjësi. Për herë të parë ju jeni edhe regjizore në këtë shfaqje të teatrit të kukullave. Si e morët këtë? Si aktore kam qenë që në premierën e parë të rikthimit të teatrit të kukullave,
punë që e kam bërë me shumë dashni tash. Kësaj radhe Rita më besoi mua që t'jem regjizore e kësaj premiere. Sepse disa premiera, premierën e parë vuni Shegushe Bebeti, regjizorja Teatrit Kombëtar të Kukullave. Kena punu jashtëzakonisht mirë, një zonjë shumë e talentume, shumë e apasionume. 2 premiera tjera i vuni me Rita Smaja, të cilën e përshëndes shumë, sepse edhe ajo një artiste e palodhur. E palodhur, edhe shumë dashamirëse. Pozitiviteti i saj është patjetër. Shumë i Këtë rallë ma besoi mu Rita, dhe unë njëherë me thënë drejtën e mora si me frikë, dhe ishte një përgjegjësi shumë e madhe, pavarësisht se unë thash, teatrin e kukullave e du jashtë më së shumë. Rita ndoshta këtë ka vure që ma besoi mu të premierë. Zjarrin e shpirtit. Fatmirësisht nuk e zhgënjeva, sepse interesimi ka qenë shumë i madh, edhe vlerësimi nga mësueset edhe prind për këtë premierë, dhe më thonë kanë krahasu 2 premiera që në fillim të rikthimit, dhe më thonë 2 premiera i kanë vlerësu si premierat më të mira, ndoshta ishte fati jam. Si zgjodhet pjesën dhe kush e ka shkruar? Të them të drejtën, ne jena rikthy disa pjesëve të vume kohë shumë përpara, edhe kena menu që t'i risjedhim ato pjesë, sepse brezat kanë ndryshu, brezat janë rritë. Kina menu edhe në arshiv, kina shfletu, edhe kina zgjell këtë pjesë. Është një punë kërkuese gjithmonë për sjellje. Para kësaj vu një pjesë Gjahit Bushatit. Po. Kush e hëngri mjaltin. Edhe ajo premier ka pas vlerësimet e veta si premier. Gjahiti është një shkrimtar shumë i dashur edhe shumë i mirë për fëmijë. Madje është për ne është shkrimtari më i afërt me letërsinë për fëmijë. Patjetër. Për mua është në shkrimtarët më të mirë për letërsinë për fëmijë. Kurse këtë radhë zgjodhim një pjesë të shkruar nga Merita Krasniqi. Këtë e ka pasvu disa vite më përpara në skenë Iqbal Çefa. Sepse edhe ajo ka punu shumë me teatrin e kukullave. Na pëlqeu si pjesë, ishte diçka e veçantë. Cila është specifika e kësaj pjese? Tashti e veçanta e kësaj pjese është sepse këtu është loja me kukulla, por është edhe loja me aktor. Fillimin e shfaqjes unë e mendova, sepse ajo mund edhe mos bëj hiç pjesa parë, ose mund dalin si gjithmonë një si konferencier ti thotë qetësi. Gjithmonë regjizori ndërton. Por unë e mendova kështu që para se të fillonte shfaqja, të dali një personazh aktor Zana, siç jam unë në këtë rast, sepse unë në këtë premierë luaj edhe 3 role. Zanën, Kecin, Gufin, edhe Dhelpnen. Është një ngarkesë shumë e madhe, është edhe lodhje, sepse me majt kukullën dorë, është edhe impostimi i Zanit, se ndrysh impostohet Zani te Dhelpna, ndryshe impostohet Zani te Keci, edhe te Zana në fillim të shfaqjes, edhe prezantohet përpara fëmijëve si një mike aty në shoqja, aty në një këngëtare shumë e njohur që ka fitu disa festivale, edhe i premton fëmijëve që do të këndojë një këngë shumë të njohur të gjithë së bashku. Edhe është e vërtet që gjithë salla, të gjithë fëmijët, prandaj unë kam zgjedhur këtë këngë shumë të njohur, Macja le të lahet, prapë do të tha, lahet, prapë do të tha, edhe gjithë salla e fëmijëve këndoshin një për një, ishte një kënaqësi shumë e madhe, një atmosferë e mrekullueshme. Në mos gaboj është e viteve 70, në mos gaboj. Rreth aty në vite. Kjo do të thotë që kënga e mirë është e përjetshme. Ne kena këngë shumë të mira dhe për të rritun që kanë met. Lulja majt, Meta gjithë ditën hijeve, etjere që janë perlat muzikës, Lule Bora këto. Nejse, po edhe këngët për fëmijë janë këngë që mesin gjithmonë. Dhe ju keni trokitur. Edhe unë e zgjolla atë këngë se thash, me siguri duhet ta dinë fëmijët, edhe ashtu nolli. Përveç kësaj, unë solla edhe një gjysh. Sepse figura e gjyshit tek fëmijët është një figurë shumë e dashur, shumë e mirë dhe vetë u krijon një emocion te fëmijët. Solla dhe gjyshin cilin e lot me shumë dashuri Astrid Fani. Përshëndetje Astrid. Një djalë i palodhur, një djalë i mrekullueshëm, një punëtor i madh me një ngarkesë të jashtëzakonshme që ka pas domethënë paralel me shfaqjen tonë ka kanë edhe shfaqja Big Brother VIP Shkodra, që ka pas ngarkesën e vet biletave të, nuk e di, po se si Adela ideal tona punëve dhe i ka kushtuar vëmendjen e duhur edhe teatrit kukullave, premierës. Shumë respekt. Edhe e falënderoj shumë. Dhe domethënë ishte diçka e veçantë nga shfaqjet e tjera sepse personazhe ishin edhe 2 aktorë që dolën para fëmijëve, përveç Manei diçka e prekshme, dhe ndoshta ju keni marrë
çelësin e gjithë përfshirjes. Sepse ti përfshish fëmijë, ti bash Patjetër, pjesëmarrës. pjesë. Edhe fëmijët e ndin vedin pjesë të çfaqjes. Mjeshtria juaj, mjeshtre e madhe. Ah, Jo, këto janë gjëra që nuk Unë e kohen mendova, pa mendim. unë e Këto mendova janë kështu. gjëra tamam. por rezultoi e suksesshme. Për këtë jam shumë e lumtur. Ndërkohë që mesazhi që përcjell pjesa është përsëri një mesazh Sepse çdo pjesë, me të thënë drejtën, përveç arktimit natyrisht. që ka edhe një mesazh, ka edhe pjesën edukative. Çdo pjesë edukon pra, përveç arktimit edhe edukon. Aty qëndron vlera. Si të gjitha pjesët, edhe kjo ka mesazhin e saj edukus, sepse thot që këtu është për Kecin. Keci që largohet nga shtëpia, largohet shumë, duke mos e ndiju nanën e vet, edhe rrezikon të kullufitet nga ujku edhe dhelpra. Edhe nga frika kur largohet shumë të kthehet në shtëpi sepse filloi të errësohet, ai tu ju kthy në shtëpi bjen një grop. E psoi thënë edhe kamen, edhe domethënë fëmia që nuk dëgjon prindrit, ky është mesazhi, gjithmonë do t'i ndollin diçka. Ashtë edhe me tjetra që pufi, e gjithë se ishte shok shumë i mirë, Lepurush Pufi, që e kam edhe këtu me vete, Lepurushin. Edhe unë që jam e rritur kam qejf ta prek. Në rëmën, edhe print edhe mësuesit kanë shumë të interesum. Edhe Lepurush Pufi, që ishte shok shumë i ngushtë me Gufin, nuk e vlerëson atë shumë gjendjen e shokut ti, edhe me gjithsa i kërkon ndihmë nga gropa, ai kishte me shku në një ditëlindje. Edhe anashkalon gjendjen kritike të shokut, edhe thot, unë po vënohem, thot, me ba me umar, thot, me nxjerr ose me lajmëru mamën e Kecit, thot, unë vënohem për me shku atje, thot, Kecin të po e gjejnë, thot, unë po është tregu egoist. Është tregu egoist, kjo difton që kur shoku gjendet në vështirësi, shoku duhet ta ndihmoj shokun. Në nevojë, shokun ta ndihmojmë, Edhe unë po do desha, më fal Dana, më kujtu një shprehje shumë e përhapur në Shkodër. Kush nuk ndëgjon nanën, del në rrugë e thën kamën. E kanë thonë gjithmonë Shkodër. Kështu që ka edhe mesazhin edukativ pra. Absolutisht po, vërtet. Ajo që më bën përshtypje është ajo që e përshkon gjithë shfaqjen, por jo vetëm gjithë punën tuaj. Ajo është pasioni dhe dashuria. Ju përmendët disa nga aktorët pjesë të skenës, por me shumë respekt ju drejtohem të gjithëve, sepse jeni shumë të motivuar. Edhe çdo shfaqje ka një motivim plus të veçantë që ju rrit vlerat si aktor, si njerëz, por edhe që jep rezultate. A shumë e vërtet kjo, atmosfera ka të bëjnë shumë në çfarë do punet. E vërtet. E sidomos në art. Atmosfera është shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se ti krijon një atmosferë të mirë, në qoftë se aktorët e bëjnë punën me shumë dashni dhe me pasion, suksesi është i garantuar. Unë në këtë trup, jo se e kam kriju në trupën, por jeni pjesëmarrëse. Jam pjesëmarrëse e disa shfaqjeve, edhe jena një grup shumë simpatik, shumë të pasionum, që e dun shumë këtë gjini arti. Thash përveç Meritës që e falenderoj edhe një herë jashtëzakonisht shumë, një bashkëpunëtore e mrekullueshme, Astriti i jashtëzakonshëm, që nuk gjej fjalë ta falenderoj Astrit Fanin, sepse gjithmonë kujdeset për çdo gjë, edhe për objektet, për gjanat, ashtu si të gjithë. Është Fritz Selmani, një djalë i ri. Përshëndetje Fritzi, besoj se është shumë i motivuar prej kësaj atmosfere. Patjetër, një djalë i ri, por unë them që ai do të ketë një perspektivë të mrekullueshme si artist. E mrekullueshme, ja. Sepse edhe në shfaqjet e tjera, edhe në strat, ashtu edhe në teatr, ka bërë disa punë shumë të mira, por edhe me teatrin e kukullave e ka bërë me shumë dashni rolin e Lepurushit, sepse është një nga personazhet kryesore. Edhe Frici e ka punu i jashtëzakonisht mirë dhe jam shumë e lumtur, shumë e kënaqur për punën e tij. Por kemi edhe një djalë tjetër, një djalë i jashtëzakonshëm, sepse theti më parë se artist duhet me kanë njeri. Kena një djalë që e don shumë artin jashtëzakonisht, ai është amator. Ai, megjithëse
edhe pse është amator, ai nuk ja ka nevojën e 2 lekshit, se po them unë që Po. të aktivizohet. Është pasioni që Sepse ai e ka afron të me. siguruar me punën e tij, por është pasioni që e sjell, por është një djalë i jashtëzakonshëm, një njeri i mrekullueshëm, një njeri me një shpirt jashtëzakonshëm. Ai është ai që na krijon mundësinë ne që të lëvizim kudo me kukulla, me gjithçka, edhe me shpenzimet e veta. Shif. Është i mrekullueshëm. Ai ka bërë rolin e Ariut. E E një Ariut Babaxhan. Quhet Xhaxhi Ariu. Ky quhet Gjovalin Kolaj. Përshëndetje Gjovalin, një Ja, emër shumë pak a shumë i ri në studion ton, por Edhe rolin, sepse ashtu si që është i mirë ai vet, edhe roli i Ariut është një personazh Babaxhan, një personazh që tjerë i marrin mendim, ka dhe një zot plot që prandaj unë ja lash rolin e Ariut, sepse ka një zot plot, një zot që do t'ishte mi këto zanet e këtyne dominonte, edhe të Kecit, Nanadhis, të Lepurit, edhe kështu ai e ka realizu mjaftueshëm mirë rolin e Ariut. por në grupin tuaj të realizimit bën pjesë skenografia, kukullat, ndriçimi, fonia, është një grup që Pa tjetër, prapavia është një element shumë i rëndësishëm për çdo shfaqje, jo vetëm për teatrin e kukullave, por për të gjitha shfaqjet. Fatmirësisht teatri jon ka pas gjithmonë një teknik të jashtëzakonshme. Ashtu si që artistat të apasionum dhe që e bajnë me shumë dashni, unë kam pas edhe prapavin të mrekullueshme, bashkëpunëtor të jashtëzakonshëm. Skenografi Divni Gushta, një djalë i ri shumë i talentuar. I ri. Shumë i ri, shumë i talentuar. E spikator, të rinj të talentuar, e të motivuar. Përtushëm, i gjithë i gjithë pasioni i tij, dëshira e tij për me bë më të mirën, më ka bërë shumë përshtypje. Të kukulla janë të Divnit. Ja, këta kukulla nuk janë të Divnit. Po? Divni ka bërë Skenografin, po. Skenografia është shumë e bukur, është e veçantë, edhe ndriçimi që i Arben Meshnunit e ka zbukuru jashtëmase shumë, skenografinë e Divnit. Ka një skenografi diçka ndryshe prej skenografive tjera, shumë e bukur, sepse vetëm sa janë nes dritat, është pa fillu shfaqja, është pa që diçka Po ndodh. po ndodh. Shumë e bukur. Gjithashtu, përveç Divnit, edhe Arben Meshnunit që të thash, edhe ai tashti ma është një teknik i vjetër i teatrit ton, profesionist, është edhe një Markujka, fonisti, djali i mrekullueshëm. Shumë i talentuar, i jashtëzakonshëm. Unë vetëm i thosha më duhet një muzikë kështu përveç këngës parë që i thashë, kam zgjedhur shumë. Më duhet një muzikë kështu mas tablos parë, mas tablo, vetëm ja spjegosha kështu mas pa marak ta gjejun. Nesmen e kisha muzikën e gati. E kjo është sepse artistët e teatrit, ato që janë në skenë dhe ato prapa skenët, gjithë kanë ndjesitë artistike. Kujtoj Fatmir Gokovin për shembull, ishte pjesëmarrës në përzgjedhjen e edhe gjithmonë kina thonë, ku ti gjejmë këta njerëz, si kina me i zëvendësu, janë pa zëvendësueshëm, por gjithmonë ka njerëz të talentuar që bajnë punë. Ashtu është edhe Mikel Vuksani, inspektori i skenës. I pa fjalë, i pa vetëm dhe me thonë gjatë bisedës që i bashim na mungan kjo, se na duhet, i ka ra dorca, i ka ra kjo, i ka ra ashtu, plus asaj anës teknike të dekorit që ka punu, si punëtor skene, por edhe këto që na nite ne në bisede sipër në nesër i gjeshim gati. Shumë i papërtushëm, si një skuadër. Një skuadër. Prandaj edhe rezultati është ai që është. Vërtet. Por një veçantë juaja është se vetëm pak ditë ju ndajmë nga një eveniment kulturor, një pjesëmarrje në një takim kombëtar të teatrove të kukullave? Po, ka disa vite që në qytetin e Pogradecit organizohet një festival i teatrit kukullave, festival kombëtar. Këtë vit jemi të ftuar edhe na, si pjesëmarrës në këtë festival, sigurisht ne do të shkojmë të përballemi edhe të shohim në çfarë nivelit janë trupa tjera, sepse ato janë trupa që nuk e kanë ndërprej asnjëherë teatrin e kukullave dhe unë jam befasu. Berati, Pogradeci, Elbasani, më duket se Fieri, edhe Korça ka fillu tash, domethënë mas nesh,
kanë rikthyer ato teatrin e kukullave. Janë disa trupa këtu në Shqipëri që nuk e kanë ndërprer asnjëherë, edhe nuk e di sepse sot për teatrin e kukullave përdoren disa teknika. Ne kemi atë teknikën klasike me këto dur këtu, me lëvizje. Sot ka teknikën që kërkon shumë marifet, sepse do të patjetër, interpretosh, do të lëvizësh me fjalën do të lëvizësh, do t'i japish jetë kukullës, pra, një objekti pa jetë, me fjalën, me lëvizje do t'i japish jetë. E vërtet. Edhe ka teknikën në tavolin, janë ato kukullat e vogla në tavolin, ne ala nuk kena, sepse për këto edhe me marioneta, me kukullat varuna. Për këto teknika duhet një sallë e veçantë, sallë shfaqje për teatrin e kukullave. Me grotë. Fatkeqësisht ne sot për sot në Shkodër nuk e kemi një sallë të tillë. Edhe kemi përdor këto kukulla që janë klasike. Atje në festival jemi pjesëmarr, sigurisht pa ndonjë pretendim për me ashtu, por gjithsesi pjesëmarrja është një gjë shumë e mirë. Absolutisht. Edhe të ballafaqohemi me trupa tjera. Ndërkohë që çdo gjë pasuron aktivitetin tuaj, një shfaqje është një vlerë e shtuar, ju keni një histori të këtyre shfaqjeve, por që gjithsesi vijnë me intensitetin e interesit që kanë spektatorët. Ndoshta kjo është një nga qëllimet që ju tashmë po e mbrini gjithmonë më mirë, gjithmonë më shumë, apo jo? Kjo më gëzon jashtë mase shumë. Edhe unë kam pas thënë vitin e parë që u rikthy teatri i kukullave, kam pas thënë në një intervistë që kam frikë se kam e kënë gjinia më me perspektivë e teatrit kukullave. Edhe mu kështu po më rezulton sepse nga vitin vit interesimi është edhe më i madh. Kjo inshallah shkon edhe në vesh të bashkisë, që të mendojnë më gjatë për një sallë ndoshta diku, një sallë të përshtatshme për teatrin e kukullave. Sepse sot për sot ne i shfaqim ato në hollin e teatrit Migjeni. Gjithsesi sfidat në çdo sipërmarrje janë përpara, sepse një aktor, një artist, po çdo njeri që kërkon të realizojë një projekt mendon që sfidat duhet kapërcyer, natyrisht me atë vullnetin, me atë pozitivitetin që ju keni në radhë të parë për punën dhe pasionin për artin, e pastaj në realizime mjeshtrore, sepse për ndryshe nuk do të kishe aq shumë interes edhe aq shumë ndjekje. Unë për vete do t'jap gjithçka, do t'jap shpirtin, sepse teatri është jeta jeme. Teatri në du jashtë shumë, inshallah më mon Zoti shëndetin, edhe do t'jem aty, kam thënë edhe diku tjetër, do t'jem derisa spektatorit më doj. Fatmirësisht, sepse është një gjë e jashtëzakonshme, mas 44 vjetëve, unë e pasha edhe Big Brother VIP Shkodra. Kisha një rol shumë të mirë në fakt. Fati jem, ishte roli shumë i mirë, edhe unë e vesha atë me një diçka të veçantë prej roleve tjera, impostova dhe zanin e bana se ishte një personazh, një gru me 4 fëmijë pa burr, ishte një shumë e lehtë në tru, edhe unë i vesha diçka asaj, atij personazhi, për ta bërë të veçantë, edhe rezultoi shumë me sukses, edhe është një në rolet më të mira të karrierës. Krijimtaria. Kështu që mas 4 vjeç, me të duar trokit, ashtu si më kanë duar trokit mu spektatori, është një gjë e po unë mendoj akoma më shumë, gjithmonë më shumë. Jo se them, si su mërzitën një herë me mu. Përkundër, kështu që deri sa të mdon spektatori edhe sa të kesh. Është kënaqësi mjeshtre e madhe, Dana Xhaj. Unë të falenderoj shumë për të gjithë këtë bisedë kaq të afërt, sepse një artist shpërndan shumë çka me komunikimin, dhe kur e ndjen kaq afër një artiste të madhe nuk ka më bukur. Unë shpresoj që edhe ju, të nderuar dëgjues apo ndjekës të programit ton, e keni ndjer këtë. Ju falenderoj shumë. Dana, ju uroj gjithmonë suksese, mbarsi, që jetën i gjatë dhe suksese pa fund gjithmonë. Faleminderit shumë Merita, njëjta gjëra ti uroj edhe unë ty, se je një ndër miket më të dashur dhe më të mira, e pranoj kam thonë unë ty nuk mundem me të refuzu asnjëherë. Është ndër për mua. Faleminderit shumë, e të uroj punë të mira, gjithë të mirat. Gjithë të mirat dhe shumë suksese.